Detajet të reja të ronditse janë zbuluar nga dosja hetimore e prokurisë së Shkodrës në lidhje me vrasjen e Ramazan Matajt, ngjarje që tronditi opinionin publik në fillim të këtij viti. Sipas dokumenteve të siguruara nga grupi hetimor, Ajon Hasaj, një nga dy vëllezërit e arrestuar, ka pranuar gjatë marrjes në pyetje se ishte ai që kishte organizuar dhe kryer ekzekutimin. Ai kishte krijuar një adresë fallse në Instagram, duke shtirur si vajzë për të joshur viktimën në një takim. Për të bërë komunikimin më të besueshëm, Hasaj kishte paguar një vajzë rome që të dërgonte Matajt mesazhe zanore femërore, duke i dhënë sigurinë profilit të rrem. Në dëshminë e tij, para hetuesve, autori ka treguar se motivi kryesor ishte akmarrja për motrën, e cila sipas tij ishte e përfshirë në një lidhje me Matajin. Marrëdhënia e tyre kishte shkaktuar tensione të forta familjare, përfshirë edhe shpërndarjen e fotove personale të vajzës, që sipas Hasajt kishin ndikuar në prishjen e martesave të saj. Në natën e 5 janarit, Ajon Hasaj ishte shkuar në vendin e takimit dhe sapo viktima u afrua me makinën e tij, qelloi plot 18 herë me një pushkë 20-shë, duke e lënë të vdekur në vend. Pas ngjarjes ai u largua me biçikletë dhe fsheu armën në oborrin e shtëpisë. Hetuesit zbuluan gjithashtu se Hasaj kishte tentuar të arratisej drejt malit të zi përmes pikës kufitare të Muriqanit, por u kap dhe u arrestua nga policia e kufirit. Në vijim, ai pranoi autorsinë e krimit, ndërsa policia sekuestroi armën e përdorur, 16 gozhoja dhe municionin luftarak. Në dosje përfshihet edhe dëshmia e motrës së autorit, e cila pranoi se kishte patur një lidhje të vjetër me viktimën që nga viti 2018 dhe kishte denoncuar disa herë për kanosje për ndjekje, duke marrë urdhër mbrojtje nga gjykata. Ndërkohë babai i viktimës, Fatmir Mataj, tha se djali i tij kishte treguar se do të shkonte të takohej me një vajzë nga fshati Drisht, por nuk ishte kthyer më në shtëpi. Ai mësoi për vrasjen përmes mediave. Prokuria e Shkodrës konfirmon se provat materiale dhe dëshmitë e mbledhura e lidhin drejt për drejt Ajon Hasajin me ekzekutimin e Ramazan Matajt, ndërsa dosja ndaj dy vëllezërve, Arion dhe Klisman Hasaj, është dërguar për gjykim.